Lagja e Shkupit Buteli është adresa e linjës së Blerim Rekës. Djali profesor Hamza Reka dhe Nazmie Kastratit u rrit në këtë pjesë të qytetit dhe u bë shok i pandar me bashkëmoshatarët nga lagja. Për ta, Blerim Reka nuk është as profesor, as ish ambasador, as kandidat për president. Për ta, ai është beki. Zajedno sme u zemljotres, kako je napravljeno тук. Kako je napravljeno zaselbата, тук сме заселили 63-64. Така. Скромен, pošten, mislim, nikakav problem sme nemali. Evo, nije tuka sme veće godini, on se družio sa mašmi. Si igrali. Tvoja generacija je ili posle? Omali od mene. Da. Ama pak si igrali zajedno. Profesori Reka tashmë 59 vite jeton në adresën e njëjtë. Ndoshta kjo është arsyeja pse fqinjët thonë se ai gjithmonë do të ketë mbështetjen e tyre. Не е да сум комшија, него јас се знам од 64-та со Беки. Од мали деца сме заедно, се почитуваме, многу блиски пријатели сме. Значи, најдобро мислење имам за Беки. Се надевам дека ќе гласаат, затоа што стварно заслужил да биде он председател. Дашо, добар дечко е, фер. Може да биде добар и председател. Shitësit e tregut në Butel gjithashtu ka një mendim të mirë për profesorin Reka. Për ta, ai është një person i thjesht që komunikon me të gjithë. Blerimin e njo, pse kom dalë këtu në pazar që 20 vjet, po edhe është njërë komunikative, nuk ka njërë pse është një klasë, po menoj që më shkollu me alidh vetit nalt, po na ka respekt ndaj edhe njëzve që janë punëtore. Çka blen këtu? Po shkaj nevojitet kumpir, në lakën, shkaj nevojitet për sallata, në patligjan, dhe shka që të... A mendoni se ka me pas sukses? Po që tash më varët ajo, pi popli, që tash janë këtë popli njëjtë. Si profesor universitar i të drejtës ndërkombëtare, Reka ka botuar punime të shumta shkencore. Ai ishte ambasadori ynë në Bashkimin Evropian nga viti 2006 deri në vitin 2010. Aktualisht ligjeron në Universitetin e Evropës Juglindore. Është fjala për një profesionist të vërtetë, për një profesor të përkryer, për një njohës të mirë të politikës si ndërkombëtare, ashtu edhe të asaj vendore. Mendoj se është një kandidat i përkryer për postin e presidentit. Edhe studentët e profesorit Reka e përshëndetën kandidaturën e tij. Unë mendoj se kandidatura e profesor Blerim Rekës është e duhur, pasi që duke i parë edhe arritjet që ka arritur në shtull, ai mendoj se do na përfaqësoj densisht si në shqiptar, po ashtu edhe popullin e Maqedonisë. Është mendoj pozitive dhe shpresojmë në sukses në fitore të zgjedhjeve. Okej, nuk mund të themi se është njeriu i duhur momentin e duhur, por na bëhet qefi që është profesor i on, dhe gjithashtu kandidatura e tij është diçka arsyeshme, pasi që shqiptarët është arsyeshme të kenë një përfaqësues të tyre, por sa për më tutje ja lëm kohës në dorë, domethënë. Si kandidati i pavarur për president të shtetit, i mbështetur nga Alianca për Shqiptarët dhe Besa, Blerim Reka deri tani nuk ka qenë i përfshirë drejt për drejt në politik. Kjo është përvoja e tij e parë në një garë zgjedhore. Vërtet kjo është përvoja ime e parë elektorale, po megjithatë ne po dojmë të dëshmojmë se nuk do të udhëheqim vetëm fushat akademike, elitare, sallonesh, por edhe do të shkojmë derë në derë për çdo votues për secilin votë. Profesori është optimist dhe beson në forcën e fjalëve nga slogani i tij zgjedhor, Reka për Republikën. Marr çdo ditë mesazhe mbështetëse, përkrahase, jo vetëm nga shqiptarë, po nga gjitha komunitetet, nga bosnjakët, nga romët, nga maqedonasit, nga vllehët. Dhe kjo më jep, si themi edhe kurajo, të vazhdoj me këtë koncept të unifikimit të gjithë qytetarëve për një koncept ku do të sundon ligji dhe jo individi. Duke besuar në këtë koncept, Reka tashmë ka thënë se nëse ai fiton zgjedhjet, nuk ka ndërmend të shpërngul gruan, 3 fëmijët, partnerët e tyre dhe 4 nipërit e Mbesat në vilën presidenciale në Vodno. Buteli do të mbetet adresa e tij e banimit.